në shtëpi. Tani Rogerti dyshon që produksioni në krye me Ledionin e kanë shitur çmimin tek nëna e Selinës, sepse Selina është duke sjellur klikimet brenda asaj shtëpie. Miri thot, nuk mundet të vjen një nën nga jashtë, të cilës nuk i është dhënë në asnjë mënyrë e drejta për të patur një komunikim. Në momentin që ju dha e drejta, ajo dëshironte ta nxjerrën të bien, nuk ishte një gënjeshtër. Nuk mundet produksioni të skenon një situatë edhe të qëndron një orë në publicitet, do me thënë të mos ketë qasje asnjë mënyrë me ne. Do me thënë edhe banorët kanë arritur ta kuptojnë se diçka të natë ka ndodhur. Tani Rogerti flet për herë të parë sot edhe ishte jashtëzakonisht i prekur në fjalët që nëna e Selinës kishte thënë. Tani nëna e Selinës atë natë përmendi një gjë, që unë ty së bashku, ne, do me thënë babai dhe Gimbo, do ta vallëzojmë valle në mes të Londrës. Tani Rogerti këtë gjën e ka përkthyer sikur burrat më përpara, kur pas ka ngërcyer në mes të Londrës vallen, e